Kjo është goli fikimi Skënderbeu. Fantastik. Pavarësisht ndërmjet të 21 metrave. Kjo është brëmbja e shenjtë, e parashikuam. Do ta priste. Daja ka mbetur aty. Shikoni ç'bëhet në tribun. Shikoni ç'bëhet në tribuna. Po mendoj që sot nuk ka tifoz vetëm nga të shej. Kjo është gjuajtja e sakt. 1-0. Orgesci. Niset me brahto. Kjo është gjuajtja e Petr Orgesci. Kualifikon Skënderbeu. Ishte një Skënderbeu, i fakti që është u kualifikim historik duke parë dhe forcën si që kishte. Ilir Dash për këtë tjetër, sa shohim edhe një tjetër. Exit pasimi dhënë nga Gjergji Muzaka. Ndërkohë që jemi duke Bojko, ndërkohë që skuadra e Mladës nga mida e parë në portinë. Ndeshën në shtesa apo dhe në kualifikimin e Skënderbeut. Latifi futën zonë, edhe Lirdon Latifi kthehen më pas Nimaga. Në ground tjetër. Më pas kjo gjuajtje dhe Orgesci. Kristi Vangjeli duhet ta largonte të top jashtë. Por mendoj që bjen krosimin e zonë, më pas kjo gjuajtje realizon skuadra e Mladës në minutën e 18. Diçka e vështirë dhe ndoshta në momentin e fundit u tërhoq dhe tentoi për një krosim. Si Vangjeli në ground e dia vjen pasimi në qendër, gjudi me kopë shkon jashtë. Jashtë kjo gjuajtje. Duket se edhe gjyqtari filloi pak më shpejt. Provon krosim në zonë për Nimagën. Pati top të prekur me dorë. Duket ndryrja pas. Kadide Gavaz vendosen që shërbet një si vjen kjo ndryrje dhe ka nuat Lilaj. E shtek gjuajtja Palazon, Sabien Lilaj. Sabien Lilaj është ai që shënon për skuadrën e Skënderbeut. Vjen ky kthim. Vjen më pas një tjetër goditje, devijimi dhe më pas substitution Skënderbeu number 17. Ndoshta me një gjutë topi që ka patur një devijim, por është vërtet mjaft e rëndësishme ajo që bën Sebino Plaku. Ka marrë dhe një goditje me top. Edhe një tjetër goli realizuar nga ana e Sebino. Pas një tjetër Nimaga u dhëto përpara, ka ndyrë gabuar Vitar Gjelon Mantazh, pas është Gjergji Muzaka. Shërbet një tjetër që në mjaft mirë. Sebino Plaku, por vjen Strunat. Nici mbyll hapësirën, gjatë shohim të kalim në krahun e majt. Vjen krosimi dhe më pas kjo gjuajtje në shtyll. Kjo është gjithçka e rregullt. Orgesci që prek, më pas kjo gjuajtje për krosim. Topi vjen i lartë, ende ul Sebino Plaku mjaft mirë. Kjo është gjuajtje të majtë. Largohet bie fatale ai. Provon të tejton përpara dhe një Lirdon Latifi në këtë kalim në krahun e dia, bën gjithçka më mirë. Lirdon Latifi. Kjo është gjuajtja. Dhe topi që shkon jashtë. Afro në krahun e majt, ndërkohë Shkodra ka hapësirë. Shkodra vjen ndërkohë kjo gjuajtje. Topi që shik ka duar portierit dhe shkon në Davis. Ishte të shej. Kjo është gjuajtja e saktë. 1-0. Po gjithmonë është e rëndësishme Muzaka. Perfekte gjuajtja. Afrot Sabien Lilaj. E sakt gjuajtja. Sabien. Kjo është gjuajtja Petr Orgesci. Kualifikon Skënderbeu.